for the sake of one man's personal interests. Dhe në fakt do të ishte një ironi historike, por dhe po aq tragjike, nëse partia do të duhej të hante bar për hatër të një deputeti të saj. Analisti amerikan Richard Rubin ka publikuar një analizë të fortë në median amerikane ku kritikon rolin e Departamentit të Shtetit për shndrimin e Shqipërisë nga një demokraci në një narkoshtet. Sipas ndërhyrja e administratës amerikane, sidomos gjatë presidencave Obama dhe Biden, ka ndikuar negativisht në jetën politike dhe institucionale të vendit. Rubin theksoi se Shqipëria ishte një histori suksesi pas komunizmit, duke përqafuar demokracinë dhe SBA-n, me Sali Berishën si një figurë kyçe të tranzicionit. Megjithatë, me ardhjen në pushtet të Edi Ramës gjërat ndryshuan. Rubin argumenton se Rama, me mbështetje të drejtë për drejt nga diplomatët amerikanë si Yuri Kim, përdori strukturat antikorrupsion si SPAK për të ndjekur politikisht kundërshtarët, veçanërisht Sali Berishën. Sipas tij, përpjekja për të përjashtuar Berishën nga politika nuk e dobësoi atë, por e konsolidoi sërish si lider opozitar. Rubin tërheq paralele mes Shqipërisë dhe vendeve si Turqia, Zimbabwe dhe Panamaja, ku liderët autoritar me mbështetje ndërkombëtare konsoliduan pushtetin duke shtypur opozitën dhe mediat. Ai përmend atë çështje me Gonigal si provë lidhjeve të dyshimta mes njerëzve të afërt të Ramës dhe zyrtarëve amerikanë. Në përfundim, Rubin i bëri thirrje sekretarit të ardhshëm të shtetit Marco Rubio të ndërhyjë me diplomatë të paançëm dhe të sigurojë zgjedhje të ndershme dhe për të mos tradhtuar besimin e shqiptarëve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës.